Këngët e tij bëhen hite sapo publikohen dhe kjo është nga arsyet e forta sepse Meda vijon ende të jetë pjesë aktive e tregut muzikor. Por, duke qenë në qendër të vëmendjes së publikut, ndjekësit e këngëtarit kanë shumë kuriozitet për jetën e tij private. E nëse Meda mundohet deri diku ta mbajë hermetike jetën familjare, bashkëshortja e tij si rrallëherë ka treguar të pathënat e jetës së tyre dhe disa të fshehta 20 vjeçare të jetës së çiftit. Çifti janë prindër të 4 fëmijëve dhe nëse ka patur një moment të vështirë në jetën e tyre familjare, ishte kur fëmijët u lënduan shumë nga lajmi që qarkulloi për divorcin e prindërve të tyre. Ky lajm i publikuar në profilin zyrtar të Medës u bë lajmi i ditës, por një ditë më pas ka reaguar vetë këngëtari duke thënë se atij ja kanë hakeruar llogarinë e Instagramit dhe dikush tjetër e ka bërë këtë postim dashakeq. Teksa ka folur për jetën e saj para se të martohej me Medën, Lulja ka ndarë disa sekrete ose të pathëna nga jeta e saj që nuk dieshin. Ajo shprehur se para se të njihej me Medën, jetonte në Suedi së bashku me familjen e saj. Në Suedi, ato e kishin ftuar për të bërë pjesë e Miss Skandinavis. Në atë kompeticion, Lulja u shpall Miss Skandinavia, edhe pse pak veta din, Meda është martuar me një Miss. Meda nuk e ka mohuar faktin se është xheloz për bashkëshorten e tij, e cila edhe pas shumë vitesh, pas e ka fituar Miss Skandinavin, vijon të jetë një bukuri të jetë natyrale.